Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve, i cili e urdhëroi drejtësinë dhe bamirësinë, e ndaloi padrejtësinë dhe shtypjen, dhe i udhëzoi robërit e tij në rrugën e së vërtetës. Salavatet dhe selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, pejgamberin e drejtësisë dhe mëshirës, mbi familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e kataklizmit. Të dashur vëllezër, xhamati i vlerësuar, tema të cilën sot do ta shpjellojmë është lufta për drejtësi, detyrim për të gjithë. Popujt dhe qytetërimet gjatë historisë, me zgjedhjen dhe vullnetin e tyre, kanë vendosur vetë se prej cilit moment do ta numëronin kohën dhe kalendarin e tyre. Prandaj, disa sot numërojnë vitin 2026, disa 1448, disa 5786. Mirë pa askush nuk ka pasur mundësi të zgjedhë sa muaj do të ketë një vit, sepse ligji i Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhalaluhu është i pandryshueshëm. Allahu i madhruar thot në Kur'an, numri i muajve te Allahu është 12. Prandaj, të gjithë kanë të njëjtin numër muajsh në vit, por vitet të numëruara ndryshe gjatë historisë. Çdo ditë që agon është një hap i ri, një pjesë e jetës së njeriut, një faqe e re e shkruar. Nuk ka faqe në të cilat nuk shkruhet asgjë. Nga 12 muaj, 4 janë të shenjtë. Në to Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhalaluhu ndalon luftrat mes njerëzve. Por feja jonë këmbgul që në çdo muaj të zhvillojmë luftën kundër vetes sonë. Historia si arkiv i kujtesës njerëzore. Çdo vit e vendos në arkivin e saj. Çdo vit është i rëndësishëm për diçka. Çdo vit bëhet ndonjë ngjarje që u jep njerëzve mësim dhe kështu historisë i jep emrin e nderuar mësuesja e jetës. Ishte viti 1463, sipas kalendarit gregorian dhe muaji maj, kur Sultan Mehmet Fatihu po përgatitej të hynte në tokat ballkanike. Pa para hyrjes, ai pa një ëndër. Në atë ëndër pa një zjarr dhe pranë zjarrit 3 sahabë të nderuar, Ebu Bekrin, Othmanin dhe Aliun. Kur u zgjua, thiri shejhun e tij, i cili quhej Shemseddin, që t'ja komentonte ëndrrën këtij. Shehu i tha, do ta marrësh ballkonin. Zjarri që pe, do të thotë se në atë vend gjithmonë do të digjet flaka e besimit. Ebu Bekri pranë zjarrit, do të thotë se në Ballkan do të ketë gjithmonë besimtar fisnik e bujar, të cilët nuk do të kursejnë pasurinë e tyre për të mirën e Islamit. Othmani simbolizon se Ballkani do të nxjerrë shumë dietar dhe njerëz me moral të lartë. Ndërsa Aliu tregon se Ballkani do të japë shumë luftëtar që do të luftojnë për ummetin, për Islamin dhe për perandërinë islamit. Por është dëm që në ëndër nuk e pa dhe tha Omeri. Kjo do të thotë se në Ballkan drejtësia kur nuk do të mbretërojë plotësisht dhe se populli i saj gjithmonë do të duhet të luftojë për drejtësi. E kush ishte Omeri radiallahu anhu? Omeri ishte simbol i drejtësisë dhe i ndershmërisë. Ai i këshillonte njerëzit, me pasurinë tuaj blini kafshët e udhëtimit, armët dhe pajisjet tuaja.
Nuk keni të drejtë për mjete shtetërore për përdorim personal. Të jesh në pushtet, do të thotë të sakrifikohesh. Nëse merrni një mjet zyrtar, përdoreni vetëm për nevoja zyrtare. Nuk mund të shkosh tek vjera me veturë zyrtare. Nuk mund të shkosh të mbledhësh fruta me veturë zyrtare. Dhe larg duart nga arka e përbashkët e muslimanëve. Larg duart nga pasuria publike. Ashtu siç askush nuk ka të drejtë të prejtë drujnë në pillin shtetëror apo në pronën private të huajën sipas dëshirës së vet, po ashtu askush nuk ka të drejtë të prejtë pasurinë e përbashkët të popullit. Omeri radiallahu anhu thoshte: mos u mbyllni dyert atyre që kanë nevojë. Ti që je në një pozitë, nuk je atje për veten tënde, por për ata që kanë besuar në atë pozitë. Duhet t'i dëgjosh hallet e njerëzve dhe t'i ndihmosh ato. Ai thoshte: duhet të udhtosh për të shërbyer njerëzve. Duhet të vizitoj tërë shtetin tim për të parë si jetojnë njerëzit në çdo vend, për të parë si sillen në punësit e mi ndaj popullit dhe si jeton populli im, tha Omeri radiallahu anhu. Ai madje tha: nuk do të ketë vit më të bekuar se ai në të cilin do të vizitoj vendin dhe do të shoh si punon pushteti dhe si e përjeton populli atë. Njëherë Omeri mbati vetë ushqim për një grua të uritur dhe fëmijët e saj. Shërtori i tij i tha: o prijës i besimtarëve. Omeri ju përgjigj. Shërtori tha: o prijës i besimtarëve, tha: më lejo mua ta mbajta këtë barë. Omeri radiallahu ju përgjigj. Tha: ti mund ta heqësh këtë barë nga shpatat e mia këtu në dynja, por kush do ta heq barën e përgjegjësisë nga unë para Allahu xhalleshanu në ditën e gjykimit? Çfarë do të jetë viti i ardhshëm? Njerëzit zakonisht shpresojnë se do të jetë më i mirë, por kjo nuk varet nga askush tjetër përveç nesh. Nëse mbjell, do të kohësh. Nëse përpiqesh, do ta shohësh rezultatin. Ëndra e Mehmet Fatiut na tregon se misioni im është që çdo ditë dhe në çdo vend të luftojmë kundër padrejtisë. Komentuesit e Kuranit thonë se padrejtia paraqitet në 3 forma. E para, padrejtia që nuk falet, e ajo është mosbesimi. Allahu xhalleshanu wa xhalla xhalalu thot: vërtet, shirku dhe mosbesimi është padrejtësi e madhe. Kjo padrejtësi mund të korrigjohet vetëm duke kaluar nga mosbesimi në besim. Nëse njeriu mbetet në mosbesim deri në fund, Allahu xhalleshanu wa xhalla xhalalu nuk e fal atë. E dyta, padrejtësia që nuk mund të zgjasë shumë, e ajo është shtypja e njerëzve nga njerëzit. Kur një grup njerëzish shtyp një grup tjetër, kjo nuk mund të zgjasë pafundësisht, sepse Allahu xhalleshanu wa xhalla xhalalu e ka krijuar botën mbi drejtësi dhe ekuilibrin. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: mbi drejtësi qëndrojnë qielli dhe toka. Në Ballkan e di mirë çfarë do të thotë të jesh i shtypur. Shpesh kemi qenë të shtypur, por nuk kemi qenë shtypës. Mendimtari i madh musliman Iqbali thoshte: prej kohësh jemi bërë të njohur për zakonin ton që të jemi të robruar. Ai na mësoi gjithashtu: dobësia nuk ngjall admirim, forca ngjall respekt. Si do të luftojmë për drejtësi? Nxënësi i shkollës fillare do të luftojë duke mësuar. Mëso sa më shumë, mëso gjuhë, mëso matematikë, mëso çfarë do lëndë tjetër. Pas 10 apo 20 vitesh, vetëm nëse je i ditur, do të mund të vendosësh për veten dhe të tjerët. Nxënësi i shkollës së mesme duhet të mësojë çdo lëndë dhe të jetë më i mirë. Studenti duhet të studiojë me seriozitet, të diplomojë, të magjistroj e të doktoroj, sepse vetëm dija e vendos njeriu në pozitë që të ndikojë për të mirë.
punëtori, po ashtu lufton për drejtësi, duke kryer punën e tij me përgjegjësi. Të gjithë ne luftojmë për drejtësi, duke bërë sa më mirë atë që dimë dhe atë që kemi për detyrë. Në Ballkan gjithmonë do të ketë falës namazit, gjithmonë do të ketë vakëflënës e bamirës, gjithmonë do të ketë dietar, por drejtësia nuk vjen vetvetiju. Për drejtësinë duhet të luftojmë të bashkuar, secili në vendin e vet dhe me forcën që ka. Forma e tretë e padrejtësisë është ajo që mund të falet, e kjo është mëkati. Sa herë që bën mëkat, i bën padrejtësi vetes. Nga kjo padrejtësi dilet me pendim. Prandaj, preokupimi ynë kryesor në vitin e ri hijri duhet të jetë fjala e Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu. Punoni sepse Allahu i dërguari i tij dhe besimtarët do ta shohin punën tuaj. Punoni atë që dini më së miri. O Allah, në ndihmo të jemi prej atyre që do ta presim dhe do ta vendosin drejtësinë në Ballkan. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.